Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Full shit show. Yeah. Guten Abend, mi mbroma gjithë, mirë që ju gjejmë sonde nga Full Ship Show, i lodhur edhe i raskapitur, sepse personazhi që do vi sonde, ekskluziv, për herë të parë në Full Ship Show më tha, që përpara se të vinë intervistë, kam dëshirë të bëj një terapi me ty. Dhe realisht, për e thëmë vërtetën që unë asnjëherë si kam marrë seriozisht të terapit e transformimit shpejt, e hipnotizimit, e gjitha këta. Me rrallë nuk i kam marrë seriozisht. Dhe interesant të i dashur, mos kesh mëre se jam pikë të hallit të më marrë mend jonë, diqysh i shlirum jam, pe e them të vërtetën tashmo, se ky që ka edhe specialist po dhe zanatlizët nija, se edhe i logjik, edhe i menqën me pak fjallë, se diti me më fut me bo terapin që me fol ma me shpirt e ma me zemër për këtë pjesë. Se nështë as kësha fol kaç me zemër edhe kaç bindshëm për këtë terapi. Edhe na futi me bo, vlla, mua, drejtorin e Tefikun, na shtry për to, këto me boj terapi, 1 orë na ka zgjat, kam dëshirë diamant lutem, tu kisha lut, merri pak pamjen nga video që na boni Jetmiri, gjatë kohës kur t'jetë intervista, para se me fillu intervista, disa pamjet vogla, i merë dhe i nxjerrë në transmetim, t'i shikojmë se që na ka shtri, ka 120 kg burrë se cili, për toke edhe gjigant realisht, po e thëmë një diçka, s'kom besu, po prej së të mrapa besoj. Besoj në këtë lloj terapie që sot Jetmir Sejfa i ardhur nga Franca në Zvicër sot që na ka boni diçka që unë për vete do e vazhdoj përsëri. Sepse sot më duket s'kam pas besim, kam pas frikë, kam pas një energji jo të mirë se s'disha ç'a do ndodh, po kur e kuptova se çfarë do ndodh, do i besoj edhe do vazhdoj përsëri. Se sot veç 40% kam bë, duhen edhe 60 tjera për të shku bashkë fiks të vendit. Përpara se të ftojmë mysafirin, kam dëshirë të falenderojmë sponsorët tanë. Kompleks Anesi si gjithmonë është me neve, të dashur qytetar, edhe shikues tanë, edhe Gjilanxhi 06 Obir. Obir, se mos ma merrni për keq more se s'jam t'ju thoni Obir, po ideja është që ju një thërrin njëri tjetrit Obir aty. Edhe tash ja kam gjetur emrin 06 Obir, qyteti Obir 06. Mundeni me ble shtëpinë tuaj, villën tuaj në Makresh, vill 270 metër katror me pishinë verore, dimrore dhe me 800 ari tokë, me 800 metër tokë, pra me 8 ari tokë. Kështu që mos ndani, Kompleks Anesi, futuni në website, shikoni çfarë bukurie natyrore është në atë fshat. Faleminderit shumë. Pa turbulenca, pa efekte anësore, fluturojmë për Prishtinë, prej Syriu, Bazeli, Gjeneve dhe prej krejt Evropë, dhe Prishtina t'i ketë edhe anasjelltas nga Prishtina në gjithë Evropën, në Bazel, në Gjenevë dhe në Syri, me çmimet lira, inkluziv kipek, inkluziv edhe me zgjedh ulsen ku keni dëshirë më ul brenda aeroplanit gjithmonë, siç e kam thënë gjithmonë. Prishtina t'i ketë, vielen dank, faleminderit nga DJ Crazy me Big Up. E tash i pa unë burko, diamant, lëshoma pak një pjesë vogël, mos as madho shumë gjigant se po ju del kuj, ata njerëz që e kanë ekranin e madh, televiziorin e madh në shtëpi, u dalim na si bisha aty në shtube, po mundo me e bo video në pak të vogël, lezetshme, merr pak diçka nga ky terapia, edhe ato të bërtitme që kena bon 1-2 herë, me të madhe, me nxirr të keqen në jashtë, që realisht ishte shumë interesante, unë i besoj kësaj terapie. Kam dëshirë me ditë, çfarë është
terapia për transformim të shpejt. Dhe sot kemi një terapist për transformim të shpejt, i cili quhet Jetmir Sef, i ardhur nga Franca në Zvicër, që cilin e ftoj me duar tërkitje, unë big up for DJ jon, Jetmir Sef. Jetmir, herës pari të falenderoj që ke ardhur, mirë se ke ardhur, ndjerusin në shtëpinë tënde. E dyta, ta jap dorën qysh mujtë me mbind e para, sepse nuk është që para bindem kollaj, apo që besoj shumë kollaj në këto gjona. Erdhe mbinde, e bona i terapi, mu mpin durët, mzin durët, mzill trupi, më kapi në zet, ati tash, njerëzit këmendojnë që jam të bërë reklam, nuk njof. Hera por që po të shofë sot. Hera por dhe hera por që po komunikoj me ty është tu në studio, veç para një orë që erdhe. Tani njerëzit mendojnë që është reklam, nuk ka reklam, thjesht po du me tregu se çfarë ndodhi edhe si e përjetova unë personalisht. Pra domethënë një zërmi, një mpirje durësh, me nxit unet, një farë ankthi, një farë, domethënë një moment më kapte ankth, një moment më kapte domethënë një qetësi, pra gjitha u përzin bashkë Jetmir. Çfarë është kjo terapi e transformimit shpejt? A kjo mbone, apo cila terapi ishte kjo në fakt? Faktikisht, terapia që unë ofroj ngërthen vete shumë elemente terapeutike, siç është programimi neurolingvistik, ose NLP-ja, është CBT, ose terapia kognitive sjelljes, hipnoza. Unë risht, asi do thoja, domethënë sepse ka 2 vite tani, ja kam shtu edhe frymarrjet e thella. Dhe ajo çfarë bëm, domethënë ne thjesht marrëm frym me vedije. Përmes pra me ndihmën e një teknologjie që është nëndimensionale. Pra kishte edhe dimensione tjera. Por ajo çfarë do doja shumë që shikuesit e juaj ta kuptojnë është se fryma jon e vedishme, thjesht frymarrja e thellë është terapi në vete. Sepse ti e pe edhe vetë, domethënë tëra që bëre, more frym thellë. Edhe në momentin që ne fillojmë edhe marrim frym thellë, trupi oksigjenohet 3 deri 4 herë më shumë se zakonisht. Edhe gjitha ato emocionet e ndrydhura, që kemi ndrydhur me vite, ndoshta me dekada, fillojnë edhe dalin në sipërfaqe gradualisht. Duke përfshirë edhe atë energjinë e cila na shkakton stres, e nganjëherë na bën që dalim nga vetja jonë. Pra të gjitha këto emocionet ndrydhura, që janë ndrydhura në subkonsciencë, fillojnë dalin në sipërfaqe, edhe kjo është edhe arsyeja pse ndjejmë ato mizat nëpër trup, senzacionet nëpër trup dhe pastaj çlirimi. Po porosia këtu është që thjesht frymarrja e thellë ngërthen në vete fuqi pra që na ndihmon që ta nxjerrim jashtë këtë energji të ndrydhur. Pra kjo është vetëm një nga elementet e terapisë të cilën unë ofroj. Përpara se më japësh edhe prezantim, se u futëm në temë direkt pa ma tregu i prezantim tëndën për publikun, se unë e kam biografinë tënde për publikun, kam dëshirë kjo terapia, për çfarë shërben, kjo që bëra unë? A është vetëm për largimin e ankthit të stresit, apo për çfarë është tamam? Unë përndryshe kam lindë dhe jam rritë në Prishtinë, jetoj në Francë, mirë po veproj në gjithë Evropën perëndimore. Në gjithë Evropën perëndimore? Po, Belgjik, Holland, Gjermani dhe kryesisht tash në Zvicër. Apo si i ofroj shërbimet e mia, domethënë jo vetëm për shqiptar, por edhe për evropian. Edhe për evropian. Po. Okay. Dhe përndryshe, si që thej, jam terapist për transformim shpejt, pra terapia cilën unë e zhvilloj, ngërthen vete të gjitha elementet e terapive tjera, si që është programimi neurolingvistik, si që është terapia kognitive sjelljes, hipnoza, dhe viteve të fundit ja kam shtu pra edhe frymarrjet nëndimensionale. Frymarrjet nëndimensionale janë thjesht frymarrje vedishme, sepse ne marrim frym pa vedije, për momentin që fillojmë edhe marrim frym me vedije, ne fillojmë edhe i rregullojmë emocionet tona, sepse emocionet dhe frymarrja janë ndërlidhura njëra me tjetrën. Dhe në këtë mënyrë fillojmë edhe pastrojmë pra atë energji që ne kemi ndrydh me vite, me dekada. Frymarrjet e thella pra janë mjeti më i fuqishëm që na ndihmojnë ta bëjmë këtë në mënyrë më të shpejtë dhe në mënyrë natyrale. Sepse siç e dinë, shumica e njerëzve kërkojnë ndihmë në mënyra të ndryshme, qoftë përmes barnave, qoftë përmes substancave, qoftë përmes alkoolit, por asnjëra nuk janë zgjidhje. Frymarrja pra është ilaç nëse aktivizojmë.
është ilaç. Absolutisht. Nëse din me e marrë frymarrjen, edhe me nxjerrë. Nëse e përdorim në mënyrë të vetëdijshme. Pra, vetëdijshme. Po, në momentin që fillojmë edhe marrim frymë thellë, ne marrim 3 deri 4 herë oksigjen më shumë. Po. Edhe rrjedhimisht energjia në trupin tonë fillon edhe ribalancohet. Po në momentin kur njeriu është në një panik dhe nuk ngopet dot me frymë, edhe këtë frymën e thellë se kap dot, se do të mu kap kjo frymë e thellë për të ngop. Jo, gjithmonë në momentin që vendosim të marrim frymë thellë, mendja na ndihmon që të realizojmë për atë funksion. Pra duhet me mendje me u lidhë. Absolutisht, gjithçka është me mendje. Pra duhet edhe sepse kam taku shumë njerëz që nuk i aktivizojnë gjithë muskujt e frymarrjes. Marrin frymë ose vetëm me bark, ose vetëm me gjoks, ose vetëm me hund, ose vetëm me gojë. Është e rëndësishme që ti aktivizojmë, pra të vendosim me mendje që ti aktivizojmë. Edhe në momentin që i rregullojmë këto, rregullojnë edhe emocionet gjithmonë pa përjashtim. Sepse siç thash, frymarrja edhe emocionet janë ndërlidhura. E nëse frymarrja nuk është në rregull, nuk ke se si të ndihesh mirë. Absolutisht. I bërë në qoftë se dikush ka probleme. Çfarë probleme? Të ankthit, stresit, pra, ka nevojë për transformim të shpejt. Sa seanca tilla i duhen për ta marrë veten? Apo varet nga personi, apo gjendja e tij? Shiko, varet nga çrregullimi emocional për cilin po flasim, sepse edhe ankthi është thjesht një çrregullim që duhet të rregullohet. Është e rëndësishme ta identifikojmë zanafillën e problemit, sepse ankthi ose depresioni ose sulmet e panikut ose edhe dhimbjet fizike janë thjesht simptoma. Është e rëndësishme ta identifikojmë se çka i ka shkaktuar ato simptoma. Nga se kanë ardhur. Po, e zakonisht ankthi dhe sulmet e panikut vijnë nga një besim i pasigurisë. Pra, pasiguria është rrit, me kalimin e kohës ka shkaktu frikë, frika nuk është trajtu dhe ka shkaktu ankth, pastaj ankthi shkakton sulmet panikut. Dhe duhet ta identifikojmë se çka ka shkaktu pasigurinë në rend të parë dhe ta rregullojmë. E pasiguria është një besim. E besimi është programim mbas të cilit ne jetojmë. Pra, në momentin që identifikojmë, nuk duhet ta luftojmë, por ta zaventësojmë, sepse në momentin që programimi zaventësohet, sigurisht se edhe frika ose ankthi, sulmet e panikut që janë thjesht frikë intenzive, largohen. Personalisht ke patur ndonjëherë ankth apo frikë, apo ke pasur, ke pas? Unë tash them kam pas fatin e madh që kam pas ankth, kam pas sulmet panikut, sepse tash e kuptoj, domethënë këtë gjendje edhe nga aspekti profesional që e kam studiu, po edhe nga aspekti personal që e kam ndjekur edhe vet. Pra, dhe e di shumë mirë se çfarë është. Në momentin që njeriu përjeton ankth, pra është një gjendje ku njerëzit zakonisht kanë frikë se mendja po i del nga kontrolli. Po mendja asnjëherë nuk del nga kontrolli. Është thjesht kjo energjia për cilën po flas, e ndrydhur brenda nesh, që fillon edhe vetë shkarkohet, dhe për vetë fakt se ne nuk e shohim, shkojmë, nëse vizitojmë mjeku, edhe nëse na bëjnë analiza, të gjitha analizat dalin në rregull, sepse energjia nuk analizohet dot. Pra, na krijohet përshtypja se mendja po mdel nga kontrolli ose çfarë po ndodh mua nuk po i ndodh askujt, e kjo nuk është e vërtetë në fakt, sepse mendja nuk del asnjëherë nga kontrolli. Dhe por ajo çfarë po ndodh është kjo energjia e ndrydhur brenda nesh, po shkarkohet. Në momentin që shkarkohet, njeriu që ballafaqohet me ankth e ndjen një farë çlirimi, por ajo frika se mund ndodh përsëri vazhdon. Frymarrjet e thella janë jashtëzakonisht fuqishme sepse na ndihmojnë pra këtë energji të ndrydhur në subkonsciencë ta nxjerrim jashtë në mënyrë të kontrolluar. Prandaj ja sugjeroj të gjithëve, edhe lajmi mirë është se tash edhe në Evropën perëndimore, pra duke përfshirë edhe Gjermaninë, edhe Zvicrën madje, kanë filluar që t'ju rekomandojnë njerëzve që të bëjnë më shumë frymarrje të thella, sepse kanë ardhur në përfundim faktikisht që farmacia nuk është gjithmonë zgjidhja, e frymarrjet e thella thjesht po bëjnë mrekulli në trupin e njeriut. Pra, është njeriu doktori vetvetes pa pas nevojë për ilaç, apo jo? Absolutisht. Sugjeron për të marrë ilaçe njerëzit apo nuk sugjeron? Jo. Nuk sugjeron. Jo, sepse
nëse i shikojmë statistikat, do të kuptojmë se farmacia asnjëherë s'ka qenë më e zhvilluar se që është sot, po në anën tjetër asnjëherë nuk ka pas më shumë smundje në botë. Pra, diçka nuk po shkon këtu. Dhe nëse i shikoni, dhe tash nuk dua që bien farmacistëve, se zakonisht marrë edhe kritika nga farmacistët. Absolutisht. Po nëse i shikoni ato udhëzimet pra për përdorimin e banave, gjithmonë do ta shihni se ka efekte anësore. Dhe çfarë bëjnë banat në trup? Banat e mpin trurin. E mpin. Dhe në momentin që truri çpihet, çfarë duhet bëjmë? Të marrim më shumë bana. A është zgjidhja kjo? Nuk është zgjidhje. Pra problemi nuk po zgjidhet, thjesht po prolongohet, po shtyhet për më vonë. Nëse identifikojmë zanafillën e problemit, cili do qoftë ai? Mund të jetë ankthi, mund të jetë dhimbje tjera, domethënë smundjet, sepse të gjitha një zanafillë kanë stresin, pra këtë energji të ndrydhur brenda nesh. Nëse nuk merremi shumë me simptomat, po merremi me zanafillën e këtyre simptomave, atëherë edhe trajtimi është shumë më i suksesshëm, por edhe parandalojmë që ato gjëra mos ndodhen më në të ardhmen. Vetë personalisht e kam patur simptomat të ankthit apo paniket. I ka patur përpara se ti hysh në kësaj fushës studimit të transformimit dhe meditimit apo gjatë kësaj kohe? Po jo, ka qenë ankthi faktikisht që më kanë ndihmuar. Që ka shtyr më fut. Ta bëj kthesën më të madhe në jetën time. Sepse edhe unë kam qenë gazetar, jam marrë me biznese ndryshme në Evropë. Por kur fillova të ballafaqohem me ankth, nuk e kuptoja veten se çfarë po ndodh, edhe as mjeku madje, domethënë thjesht nuk e dinin se çfarë po ndodh me mua. Edhe asnjëherë s'kam qenë i thtar i banave, aty fillova ta kërkoj një terapist. Edhe dashti Zoti e gjeta një terapist, siç është puna ime tash. Më ndihmoi jashtëzakonisht shumë shpejt. Tash edhe unë duhet bëhem si ti, pra edhe nga ai moment, domethënë fillova studime. Po, edhe fillova domethënë e mbarova shkollën e njëjtë, edhe u bëra edhe vetë terapist, pra në rand parë që ti ndihmoj vetes time, po edhe që ndihmoj njerëzve tjerë, sepse e dija se çështja në përgjithësi, jo vetëm në shqiptari, por edhe në Evropë është e gabuar sa i përket trajtimit të ankthit. Ankthi është një programim, pra është një emocion. Emocionet nuk rregullohen dot me bana. Rregullohen me identifikim të zanafillës dhe me riprogramim të mendjes. Nga se vjen ankthi? Vjen nga pasiguria. Pasiguria? Absolutisht. Nga pasiguria. Mund të ketë filluar në fëmijëri të hershme dhe me kalimin e kohës është rrit, është zhvillu. Pra pasiguria shkakton frikë dhe frika pastaj shndrohet në ankth, po gjithmonë ankthi zanafillën e ka të pasiguria. Pasiguria mund të jetë formave të ndryshme, mund të jetë pasiguri shëndetësore, mund të jetë pasiguri financiare, mund të jetë pasiguri familjare. Pra gjithmonë ankthi e ka zanafillën. Një rast që një ofon është një djalë 13-14 vjeçar. Ai asnjëherë nuk hyj pas në aeroplan, as në ashensor dhe as në asnjë vend kështu, edhe nuk lëviz vetëm asnjëherë. Pra edhe në rrugë ka frikë se e kap ajo. Po. Edhe ka pas 2-3 raste që e ka kapur në makinë. Po. Kjo pjesa e ankthit, edhe kur ka qenë domethënë në një udhtim gjatë apo në një udhtim që ka pranë një shkretir apo diçka dhe e ka kap kjo panika. A vjen kjo nga se mund vi kjo tek një fëmijë? Mund edhe një fëmijë mund të pas një pasiguri edhe me ditë se çfarë është kjo pjesë? Absolutisht. Ankthi edhe sot pasiguria është rrit, domethënë deri në atë mas ku asnjë njeri nuk mund të ikë nga ajo. Pse? Sepse bota është më e lidhur se asnjëherë më parë. Edhe marrim vazhdimisht lajme negative nga të gjitha anët. Pra, dhe ato na e përforcojnë pasigurinë. Pastaj kjo mund të jetë edhe më shumë si klaustrofobi, domethënë frikë nga hapësirat e ngushta. Njerëzit kanë frikë nga hapësirat e ngushta atëherë kur faktikisht këtu frika buron nga dëshira për të pasur nën kontroll gjithçka. E kur janë në aeroplan nuk e kanë nën kontroll aeroplanin. Kur janë në makinë nuk e kanë kontroll makinën. Kur janë në ashensor nuk e kanë. Një fëmijë i vogël edhe tek fëmijët. Edhe tek fëmijët. Si mund të ta kalojë një fëmijë këtë gjendje? Thash është me rëndësi ta identifikojmë zanafillën nga ka ardha e frikë, sepse ai fëmijë s'ka lind me atë frikë. Kjo është e sigurt. Asnjë njeri nuk lind me frikë. Absolutisht. Frika zhvillohet me kalimin e kohës.
Pra dikush i ka thënë diçka, e ka marrë atë informacion dhe e ka përsërit me mendjen E ka e tij. fut në kokë, po. Dhe çdo gjë që e përsërisim bëhet besim. Absolutisht. Absolutisht çdo gjë që e përsërisim, çdo Bëhet mendim besim, që e po. përsërisim bëhet besim. E besimi i keq sigurisht se krijon emocione të këqija. Pra duhet ta identifikojmë cili është besimi yt në këtë rast. Dhe t'ja përsërisim të kundërtën, jo ta luftojmë. Shembull ti thuash fëmisë në këtë rast. Jo, ascensori është i sigurt ose makina është e sigurt, ti po ja mohon frikën që nuk duhet veprojmë këtë mënyrë. Duhet t'ja zaventojmë. T'ja identifikojmë besimin këtë që është, besimi kryesor në këtë rast, dhe t'ja zaventojmë pa ja mohuar emocionin, ose pa ja mohuar ankthin, ose pa ja mohuar frikën, po thjesht ta sigurojmë, pra, në çdo rast dhe t'ja instalojmë një besim tjetër. Sepse besimi është gjithçka. Si mundet një rast konkret, Mathues? Si mund ta trajtojmë, për shembull, një rast konkret për t'ia zëvendësuar frikën e aeroplanit? Si mund t'i thuash në këtë rast? Po ta marr një shembull që ti e din se shumica e njerëzve kanë frikë nga maca e zezë. Po. Çka është frika? Domethënë nga i ka ardhur. I ka thënë dikush diçka. Po, shumë është e vërtetë. Edhe ai e ka Shumë marrë është atë informacion, ja ka përsërit vetes. Dhe tash momentin që e shef një macë të zezë, e rok frikë. Po. Unë kam taku njerëz, kam parë njerëz që kthehen në shtëpi. Po, kur ju del maca në rrugë, po. Po, ose i lën punët që ka pas t'i bëja ditë, domethënë i lën për një ditë tjetër se maca zezë ma prej rrugë. Po, pra është kjo frika që ka zhvillu. Po. E këtij njeriu ti thuash se jo maca zezë është pa frikshme, është e kotë, sepse emocioni e mposh logjikën. Po. Ai momentin që e shef një macë të zezë, fillon e ndjen emocionin. Nuk dëgjon se çfarë i thua ti për macën e zezë. Edhe për aeroplanin është e njëjta gjë. Çfarë duhet bëjmë? Pra nuk duhet ta mohojmë besimin që e ka një person. Po. Nëse është për aeroplanin është e njëjta gjë. Ai beson se aeroplani është i rrezikshëm. Po. Por duhet fillimisht t'ja përsërisim se aeroplani është i sigurt. Okej. Nuk mjafton vetëm një herë, ose nuk mjafton t'i thuash vetëm momentin kur është duke ndjerë emocionin. Por duhet vazhdimisht t'ja përsërisim. Pra, përsëritja instalon programim. E jo thjesht informacion. Përsëritja është shumë e rëndësishme. Shumë interesant. Shumë interesant. Kush ka më tepër angth dhe stres, gjinia femërore apo maskullore? Në eksperiencën tonë dhe flasim. Shiko, gjinia maskullore. Domethënë në bazë përvojës time, gjinia maskullore ballafaqohen më shumë me çrregullime emocionale. Duke përfshirë edhe ankthin. Pse? Sepse gjinia femërore janë më të prirur që të hapen. Gjinia maskullore, pra, janë më shumë të prirur që t'i mbajnë emocionet brenda. Dhe kjo është edhe arsyeja faktikisht pse shohim shumë më shumë krime, po edhe raste dhunës që kryhen nga gjinia maskullore. Sepse këto emocione të ndrydhura ndër vite do ta gjejnë një mënyrë që të manifestohen. Ose do të manifestohen përmes sjelljeve, ose do të manifestohen përmes smundjeve, ose manifestohen përmes ankthit. Pra, gjitha këto janë një shkarkim energjetik të cilin ne kemi bërë gjatë të jetës tonë. Bukur. Njerëzit që duan të bëjnë terapi të këty, si funksionon? Duhet të kontaktojnë privat, duhet vinë personalisht të këty, apo mund të bësh terapinë edhe online? Me të thënë drejtën, unë shumicën e seancave realizoj online, po kërkesa është jashtëzakonisht shumë e madhe, saqë thjesht nuk po arrij që të zhvilloj seanca me gjithë njerëzit të cilët kanë nevojë. Sepse njerëzit që ballafaqohen me ankth nuk shihen, domethënë ndukje, ata veprojnë normal, qeshin, socializohen, absolutisht. Nuk e kanë në sipërfaqe. Por në brendësinë e tyre, domethënë janë disa emocione, sepse ankthi është me të vërtetë një nga emocionet më të këqija që mund të përjetojë. A më mirë ta nxirrin, ta diskutojnë me shoqërinë, me pjesën tjetër të familjes, apo ta mbajnë për vete? Është shumë pyetje e mirë. Është e rëndësishme që ta diskutojnë me njerëz të duhur, jo me çdo kënd. Po, jo me çdo kënd. Sepse familja e mohojnë ndjenjen.
Pra, nëse personi që ballafaqohet me ankth dhe diskuton me familjen, çfarë përgjigje do të marrë? S'ke asgjë. Gjithçka është në rregull. Shikoj ke jetën e mirë. Pra, ta mohojnë dhe të bëjnë dyshosh të veçja jote edhe më shumë. Po. E në këtë mënyrë nuk rregullohet ankthi, por nuk rregullohet asnjë emocion. Pra, përkundër vullnetit të tyre të mirë, ata më shumë të dëmtojnë se sa të ndihmojnë. Rregullimet emocionale nuk rregullohen vetveti. Pra, duhet të vëdijsohemi dhe të kërkojmë ndihmën e profesionistëve. Është shumë e rëndësishme që të kërkojmë sepse gjithmonë ekziston ndihma. Edhe ankthi nuk është gjendje e përhershme, thash unë vetë kam përjetu ankth, edhe kam trajtu, mund të them me mira, njerëz deri tani që ballafaqohen me ankth. Mesin e këtyre mira njerëzve janë mbi 150 doktor që ballafaqohen, janë ballafaquar me rregullime. Doktor. Pse po e them këtë? Sepse kjo është një gjendje që mund t'i ndodhë çdo kujt. Mund t'i ndodhë çdo njeriu dhe nuk trajtohet vetvetiu. Pra shumë e rëndësishme të vëdijsohemi dhe të kërkojmë ndihmën e profesionistëve. Kam trajtu njerëz që në fushën e sigurimit, pra në policisë, sepse edhe ata ballafaqohen me pasiguri të jashtëzakonshme. Kam trajtuar njerëz nga Interpolli, sepse edhe ata përderisa kujdesen për sigurinë tonë, vetë janë vazhdimisht pra të pasigurt, jeta e tyre vazhdimisht është në kërcënim. Kam trajtuar njerëz nga të gjitha sferat, nga gjitha fushat e jetës. Sa lloj terapish përdorni për njerëzit në nevojë? Cilat janë llojet e terapive? Filloj me terapi kognitive të sjelljes, pastaj programim neurolingvistik. Përdori hipnozën për t'i kthyer njerëz mrapa dhe për ta identifikuar zanafillën e problemit, dhe hipnoza është një mjet shumë i fuqishëm që na ndihmon ta bëjmë pikërisht këtë gjë. Dhe pastaj ja kam shtuar edhe teknikat e frymarrjes. Pra, gjitha këto terapi përbën një terapi shumë të fuqishme, prandaj edhe quhet terapi për transformim të shpejt. Të shpejt. Kur thuhet të shpejt, sa shpejt? Po zakonisht për rregullimin e një problemi mjaftojnë 3 deri 4 javë. 3 deri në 4 javë. Po. Edhe sepse unë, domethënë, momentin që identifikojmë problemin, gjithmonë njerëzve ju jap edhe mjete përcjellëse, të cilët ata duhet t'i dëgjojnë, pra ju jap incizim hipnoterapik, të cilën ata duhet ta dëgjojnë për 3 javë, dhe gjatë këtyre 3 javëve përsëritje, pra instalohen programime të reja. Dhe në momentin që një besim i ri instalohet, besimi i vjetër, pra në këtë rast pasiguria ose frika, largohet dhe rrjedhimisht ne fillojmë të bëjmë jetën me program të ri. Bukur. Çfarë është kjo terapia 9D, apo si është ajo terapia? Cila përfshihet aty? Po, terapia 9-dimensionale, pra ngërthen veten 9 frekuenca të ndryshme. Janë disa frekuenca dëgjohen, disa duke përfshirë edhe porosi subliminale, domethënë gjëra të tilla. Disa dëgjohen, disa nuk dëgjohen, por të gjitha ndikojnë në subconsciencë. Edhe për këtë arsye quhet edhe terapi 9-dimensionale. Kjo terapia në gjuhën shqipe me kufje që sapo bërëm ne. Po. Për të huajt ti e ke edhe në gjuhën angleze dhe në gjuhën gjermane, apo jo? Jo, vetëm në gjuhën angleze. Pra është e përkthyer vetëm 2 gjuhë, gjuhën angleze pra për tërë globin, dhe unë, nga dashuria e madhe që e kam për shqiptar, kam vendosur pra që ta përkthej edhe në gjuhën shqipe. Okej. Pra ekziston vetëm 2 gjuhë aktualisht. Ju punoni vetëm online apo keni edhe një klinik tuaj ku mund vinë njerëzit fizikisht? Mund vinë njerëz, unë i trajtoj njerëz edhe fizikisht, qoftë në Francë, qoftë Kosovë, qoftë kur i takoj, po këto terapim pra që e bëm këtu e ofroj edhe në Zürich edhe në Gjenevë. Okej. Në mënyrë të rregullt tani më. Në mënyrë të rregullt. Po, shqiptarët mund të më gjejnë edhe në Zürich edhe në Gjenevë. Duhet të dim se sa kushton një terapi apo jo? Po është e lirë, nuk është e shtrejtë domethënë për trajtimin që e merr njeriu. Mund të ndaj edhe çmimin me ju. Jo, nëse është për të ndarë, mos ke merak. Po, këto janë absolutisht. Është mirë për ta ditur se shqiptari pa e ditur ka frikë me shkruajt. Seanca me
këtë që e bëm pra një me frymëmarrje thella, 9-dimensionale kushton vetëm 50 franka për person. 50 franka për person, pra asnjë gjë. Edhe po ju sugjeroj unë që ja vlem. Pra domethënë po jap një mbështetje ke apo një nënshkrim timin që ja vlen për ta bërë për 50 franka një terapi tillë, edhe pse vujta fillimin se mu duk si e sikletshme, mu mpin duart miza nëpër trup, po gjithçysh mu bë sikletshme, po pas si përfundoi unë ndjeva pak si happy, domethënë unë ndjeva mirë. Kjo është edhe arsye pse thash po e provojmë para se të flas për to, sepse nëse thjesht kisha fol, ndoshta të kish ku mendja se po egzagjeroj ose diçka. Ja, absolut. Unë s'kam besu kur, vazhdoj me besu tash. Po ta them me sinqeritetin më të madh. Kjo më bën shumë qejf. Kjo është diçka që bravo qoftë, je i vetmi që u kam kaluar shumë mysafir në këtë studio, po nuk është që kam tentuar me më fut meditim këtu live në emision, po të si mu ka duk si loj, ja kam fut të qesh, kam hap njërin sy. Sot më ka tranu grejt. Interesant. Ku munden me gjetë njerëzit, Jetmir? Jam online, pra kam një profil në Instagram, faktikisht gjitha media sociale. Jetë Sefa. Ose terapia jetës, ose Jetmir Sefa. Atëherë, ose terapia jetës në Instagram, terapia jetës në Instagram, Diamant nëse ketë lehtë mund t'i nxjerrësh, ta kemi tamam siç duhet këtë reklam, apo Jetmir Sefa. Ku doni? Terapia jetës, Jetmir Sefa, kush ka nevojë, edhe Jetmir ju sugjeron që kush ka ankth apo stres apo ka nevojë për një trajtim mund ta kontaktoni, por edhe duhet ta nxjerrni me njerëz të duhur, jo ta nxjerrni me njerëz që ta bëjnë rrafsh. Hajde se s'ke gjohë, ti tu pas të fut në dyshim me thumë se mos jam shmenë shkejt. Shumë është interesant kjo pjesë. Shumë është interesant. Kush është terapisti apo njeriu tjetër shqiptar që ty duket bind që e bën këtë punë mas mirë të paktën trohet shqiptare? Përveç Jetmir Sefes. A ka apo s'ka? Me të thënë drejtën nuk njoh. Nuk njeh që shumë. Është fatkeqësi. Po. A beson në Zot Jetmir Sefa? Absolutisht. Po. Absolutisht. Bravo. Bukur shumë. Absolutisht. Si e koncepton Zotin? Zoti është burimi i gjithçkaje. Burimi i energjisë bazë cilës ne funksionojmë. Sepse gjithçka në këtë univers është energji, Zoti është thjesht burimi. Ai është që i ka kriju universin dhe rregullat ose ligjet e universit, ka kriju rregullat e mendjes bazë cilave ne jetojmë, pra është burimi i çdo gjëje. Kështu e konceptoj. Ne sa herë dalim jashtë, lutemi edhe shohim qiellin, o Zot lart. Po. Zoti është lart apo është gjithkund në mesin tonë? Shiko, ajo çfarë shohim është universi. Thashë universi është shtëpia ku ne jetojmë. Po. E universi sigurisht është kriju nga një fuqi mbinatyrore, nuk ka fare dyshim këtu. Sepse nëse i studiojmë ligjet e universit, do ta kuptojmë se sa perfekte janë aq perfekte sa që vetëm një fuqi mbinatyrore mund t'i ketë krijuar të tilla. Në këtë formë. Unë e kam studiuar mendjen, pra për dallim nga terapistat tjerë që studiojnë trurin. Dhe edhe rregullat e mendjes janë perfekte, nuk diskriminojnë. Dhe përsëri e gjen Zotin, sepse vetëm një vetëm një diçka mbinatyrore do të kishte mund të krijonte diçka kaq perfekte. Rregullat e mendjes dhe ligjet e universit funksionojnë në harmoni të plotë. Edhe kjo pra gjithmonë kam qenë besimtar në Zot, por kur kam filluar të studioj mendjen dhe ligjet e universit, pra besimi vetëm se më është rrit edhe më shumë. Ta bëj një pyetje pak si nuk jam teolog, nuk jam kompetent, domethënë që të flas për fe ose për gjëra tilla. Me qenë se beson Zot, ta bëj pyetje kështu budallske, se e kam natyrën kështu të tillë. Një njeri i mangë dhe me stres. A është më mirë të shkojnë në kishë, në xhami, ti lutet Zotit për të shëruar apo të shkojë te terapisti? Ku mendon që gjen shërimin e duhur? Ke bë pyetje jashtëzakonisht mirë, Altin, sepse shumë njerëz që po ballafaqohen me ankth, po shkojnë po kërkojnë ndihmë nga hoxha dhe nga klerikët fetar. Nëse kërkojmë ndihmë nga hoxha ose nga cili do klerik fetar, çfarë thonë ata? Kit bome. Kit bome, po. Edhe të fryn pak. Ti thuash njeriu. Ti thuash njeriu, edhe me të vërtet kisha dashur, domethënë që me i bë lutje publike klerikëve fetar. Mos t'i trajtojnë njerëzit me ankth, sikur njerëz që kanë magji xeze ose bome. Pse? Sepse e para nuk është e vërtetë.
Nuk është e vërtetë. Absolutisht jo. Edhe jam plotësisht me ty këtu. E dyta, ti thuash njeriu që ballafaqohet me ankth se ti ki të bëme, ose je i prekur nga magjia e zezë, ti po e dëmton atë edhe më shumë. Edhe më shumë, po. Sepse kjo magjia e zezë nuk ka definicion shkencor. Njeriu nuk e din se çfarë ndodh. Dhe njeriu që beson se është prek nga magjia e zezë, ta zëm ecën rrugës dhe merr thua, thotë, "Okay, e kam nga magjia e zezë." Por fillon edhe fiksohet edhe më shumë. I përkeqësohet gjendja edhe më shumë. A ka magji jetë mirë apo jo? Shiko, sigurisht se ka, por ju siguroj se ankthi nuk është ndërtu. Ankthi nuk është? Absolutisht jo. Sepse qëndron një shkencë tërë mbrapa ankthit. Thash, unë e kam studiuar ankthin, e kam përjetuar edhe vetë anktin, momentin që kam filluar, kam trajtu, më është largu, edhe asnjëherë nuk e kam përjetuar më, kështu që e di mirë se çfarë është ankthi, e ju siguroj, ju garantoj se nuk është magji e zezë. Ju që keni ankth dhe stres, mos shkoni të prifti mu stërpiket e hoxha me ofrojnë se sanë si u bojnë. Prifti stërpik, pa me ujë, kjo shkoj të frojnë terë, të morin që ata 200 euro, 300, ata thojnë, hajtë sa dushtë, e dini se të pa 100-200 shkon aty. Interesant, unë realisht me prifta me hoxha se kam heq mirë me të ndrejtë. Dëshqysh mirë, kam respektaj si njerëz, po jo. Jo, po shumë njerëz. Jo më shumë. Njerëz që vinë të unë zakonisht shkojnë tek hoxha. Betimin, ne kam atë betimin, ai më shmeni ketë, është i fiksuar mas priftave, marrën mas tyne, më tranej ketë. Jo, po nuk është i vetmi, sepse shumë njerëz nuk kanë fajt, domethënë kërkojnë zgjidhje. Edhe shumica e njerëzve që vinë tek unë ma tregojnë njëjtën rrugtim që e kanë bërë. Kanë shku te psikologu, psikiatri, hoxha, pastaj vinë tek unë. E tani kur gjenë shërim, gjenë të jetë miri. Po, sepse thash, nëse e trajton ankthin si magji e zezë, nuk kemi gjetë zgjidhje se... Po të kalzej me diçka, se është gjoja me keqe në botë, njerëzit vujnë duke i mbajt senet në vete. Ajo është shkatrimi. Kjo është shkatrimi i njeriut dhe i organizmit njeriut, edhe i trupit njeriut. Unë për vete, kom shku para do viteve të hoxha. Edhe çka të tha? Kitë bome. Kitë bome. Se që ma dha do shiqere, do uje, mojnë fërgrefe, pika, 3 hur, bandite, që ka ma përzeu, që që mi munja 200 franga, edhe kur sa në botë së nresh. Tani ka shku i shoki jemi që një fonë s'beja bemen, ka shku vaj, sa në botë si boni. Amo, po ta thëmë me sinceritetin më të madhë, une jam besimtar, besoj në Zot, edhe e kom atë fejnë time, edhe Zotit i lutëm për çdo gjonë, që kam dëshirë më lutë, apo për nej penges, i thomë Zotit japë më zgjidhje, apo gjithmonë me Zotin e kam, jo me fejnë, me Zotin. Nuk jam praktikant, unë gjithë shka e kam direkt me Zotin, nuk besoj të shumë njërës, individa. Individat janë sikur unë edhe ti, edhe sikur e kupton pavarësisht se ka një epitet prefta, po hoxha, po kujtë. Kështu që këta nuk besoj shumë, besoj direkt në Zot. Mirë, po ndjesia që më dha sot këtu në të vend, tani, ose ato batania që ne shtrove kanë në isan poshtë në bateri në i gjo, ose diçka vëshet njësi unë se kam dhja si herë. Ja ta shpjegoj. Ne jemi të programum për me besu se vetëm gjërat e shtrenjta mund të na bëjnë ndihemi mirë. Prandaj edhe shumë njerëz nuk e pranojnë se është thjesht fryma jonë që mundet faktikisht me na dhënë emocione të tilla. Edhe kjo që e bën është fryma jote. Do më thënë ti thjesht more frymë thellë. Po. Kaq. Teknologjia nëndimensionale do më thënë e thellon. Por edhe nëse ti thjesht pa muzikë, pa teknologji, merr frymë thellë, do t'i përjetosh senzacionet, pastrimin, çlirimin e njëjtë. Tash me deklaratën që dhejti mos shkoni te hoxha apo te prifti, ti ki më marrë komente ofenduese tash, ta dish këtë gjë. Çfarë më lejon? Përgatitu. Kisha dashur veç me sqaru, nuk sigurisht se ka gjëra me të cilat mundet me të ndihmu. Me çka mundet me të ndihmu në provën në priftën e hoxhës? Nuk e di. Hajt tregom me çka mundet me të ndihmu si për zotin. Sjom kompetent me fol. Po ti ka gjëra që mundet me të ndihmu. Po jam i sigurt, domethënë hoxhallar shembull që sigurt çka më jep një shembull që mundet me të ndihmu. Shiko, me ditë ju tregojmë shikuesve bile çka gjë ndërman. Tash unë besoj fuqishëm, do më thënë se Kurani është libër i Zotit. Edhe hoxhallar që thjesht e lexojnë Kuranin, do më thënë edhe në bazë Kuranit, ju ndihmon njerëzve, jam i sigurt, do më thënë se t'japin ndihmë. A ndihma është psiqike sipas teje? Po mundet me qenë edhe efekti placebo, do më thënë besimi. Po jam i sigurt, do më thënë që edhe hoxha që punon me libër të Zotit ndihmon. Po nëse të kitë bomë, do më thënë për një diçka që nuk ka haber se çfarë është, siç është ankthi,
ai po dëmton edhe më shumë. E dëmton më shumë. Unë jam i sigurt që ai nuk ka për qëllim për më dëmtu edhe më shumë, po thash, mbas edhe përvojës, e kam pa faktikisht se sa shumë kanë vujt njerëz kur hoxha i ka thënë ki të bëme për ankth. Kështu që ju kisha bë thirrje publike, hoxhallarëve, klerikëve fetar në përgjithësi, nëse njerëzit vinë tek ju me ankth, mos ju thuni se janë prek nga magjia e Zezë, sepse kjo nuk është e vërtetë. Ankthi është çrregullim emocional që duhet të rregullohet dhe për këtë qëndron një shkencë e tërë mbrapa. Bukur. Kam një pyetësor. Okej. Kemi diçka për të shtuar rreth temës? Unë jam i hapur, çdo pyetje që diçka për shtuar vetë nga dëshira jote rreth temës tënde? Terapisë? Kam shumë, momenti që filloj edhe flas për këtë terapi, Altin pasaj nuk di me u ndal, kështu që më mirë po i përgjigjem pyetjeve tua. Atëherë, kjo është Nena në show, Jetmir. Kjo është show edhe këtu bëjmë edhe pyetje ndoshta pak me e thy. Okej. Do zgjedhësh njërin nga të dyja. Okej. Bjonda apo Brune? Okej. A e kuptove tash? Po jo Bjonda e Brune, thjesht ishte si shembull kjo. Shiko, pyetjet janë garantuar me njëtë, po përgjigjet jo, kështu që vazhdo. A do preferoje një klient që thot jam shumë i hapur për ndryshim, por s'ndryshon asgjë, apo një që s'beson fare, por ndryshon më njëherë? Faktikisht njeriu që nuk është i hapur për ndryshim nuk ndryshon dot. Nuk ndryshon dot. Jo, absolutisht. Është e pamundur. Domethënë sado që duam të ndihmojmë dikujt që nuk është i hapur, është e kot. Është e kot. Deri në momentin që njeriu vedisohet edhe hapet. Atëherë ndryshimi mund. Më mirë, klienti të analizoj ty gjithë seancën, pra duke të analizuar ty gjithë seancën, apo të pyes në fund, po ti a je mirë, doktor? Apo po si më të thras, je mirë? Po në rënd parë nëse klienti është duke më analizuar mua, nuk është duke reflektuar për gjëra që jam duke ja thënë. Dhe sa i përket tjetrës, unë jam shumë i hapur, domethënë që të flas edhe për sfidat emocionale në për të cilat vetë kam kalu. Do zgjedhësh njërin nga dyja. Okej. Në fakt nuk do t'i komentosh të dyja, por njërin do ta zgjedhësh, cilën don, nga një apo dytën. Në rregull. Do zgjedhë një klient që qan për çdo gjë, apo një që nuk shpreh asnjë emocion edhe kur duhet. Të dytin. Që nuk shpreh asnjë emocion, edhe kur duhet. Sepse ai ka nevojë më shumë për ndihmë, domethënë për njeriu që nuk shprehet, ai vuan për brenda, i paguan pasojat gjithmonë. Bukur. A më mirë, dikush që vjen 10 minuta me vonesë çdo herë, apo dikush që vjen me kohë por s'pushon se foluri? Dikush që të vjen me kohë, sepse po ta respekton kohën. A mos të lodh të fol. Po megjithatë, ma ka respektu kohën dhe në këtë mënyrë mundem me organizu edhe pjesën tjetër të ditës. Bravo, bukur. A do preferoje që një klient që thot dua të ndryshoj jetën time, apo një klient që thot dua të ndryshoj, por pa dal nga komforti? Të paren, sigurisht. Sepse është e domosdoshme dalim nga zona komfortit për ndryshuar. Okej. Më mirë, gjatë hipnozës, klienti juaj të flej, apo të hap syt dhe të thot nuk po funksionon kjo gjë? Cilën do zgjidhje? Apo të flej fare? E dyta, po? Sepse ka arsye edhe nëse hipnoza pra nuk funksionon. Janë raste të ralla, po megjithatë ka arsye dhe zakonisht e gjej edhe arsyen pse nuk po funksionon. Nëse nuk funksionon është mos përqendrimi apo jo? Jo. Mund të ketë, domethënë pasiguria është aq e madhe sa që thjesht nuk ka besim për me ta dhënë kontrollin e mendjes tyne. Bukur. Do zgjidhni një klient që googlon çdo gjë që i thua, pra futet në Google, apo një që beson në çdo gjë që i thua ti pa pyetje? Mua më pëlqejnë njerëzit që i verifikojnë gjërat që ua them, sepse në këtë mënyrë rritet besimi. Dhe gjithmonë është më mirë që të kemi më shumë se një borem të informacionit. Pra mos jem thjesht unë i vetmi, edhe shpesh dhe ua kërkoj këtë gjë. I them shiko, këto gjëra që po t'i them, verifikoj. Po thjesht beso tek këshillat ose sugjerimet e mia. Bukur. Do zgjidhje një klient që vjen
një herë dhe zhduket, apo një që vjen çdo javë por s'bën asnjë ushtrim? Vjen një herë, bën ushtrimin dhe zhduket se shef mo, apo një që vjen çdo javë po Shiko, mu më pëlqen shumë kontakti me njerëz, edhe me shumë prej tyre krijoj kontakte të vazhdueshme pas zgjedh dytën. dytën. Që vjen edhe s'bën ushtrimin fare, vetëm hajt Ndoshta, vjen. prap ka Pak të muhabet shpresë. bën. Prap ka shpresë. Ai që zhduket s'ka shpresë më, e vërtet është. Bukur. Do preferoje të dëgjosh 10 herë të njëjtën histori apo të dëgjosh 10 histori pa lidhje fare? 10 herë të njëjtën histori nëse është interesante. Okej. Më mirë një klient që thot e kam provuar gjithçka apo klient që thot s'kam provuar gjë, por është skeptik. Zakonisht njerëzit që thonë kam provuar gjithçka, ata mbyllen, domethënë ndaj sepse është e pamundën kjo gjë dhe mbyllen për të provuar gjëra tjera. Skeptikët, unë faktikisht i dua njerëz skeptik. Sepse gjithmonë gjej mënyra faktikisht për t'u larguar Për dyshimin. t'u largu dyshimin. Bravo, bukur shumë. Do zgjidhje klient që gjatë hipnozës fillon të qesh? Apo klient që fillon të flas për jetën e kaluar? Jo, hipnoza gjithmonë na shtyen që të flasim për jetën e kaluar. Okej. Ka rast përmes hipnozës i kam kthyer njerëzit, domethënë deri në vitet e para të jetesës ose madje edhe paralindjes. Okej. Do preferoje të japësh këshilla që askush nuk i ndjek? Apo të mos japësh këshilla fare dhe prap të falenderojnë? Dytën. Mos më thonë këshilla fare, por të falenderoj. A disi se ky ka qenë versioni im i kaluar, ku kam dhënë këshilla dhe kur askush domethënë nuk i kam marrë për bazë. Edhe kështu që kam kuptuar më mirë është me rujt domethënë energjinë, me ja u dhënë këshillat atyre që kanë nevojë për to. Do preferoje një klient që thot më ndryshove jetën pas një seance, apo që pas 10 seancash thot s'di apo funksionon? Me të thënë drejtën, kam shumë klienta që ju ka ndryshuar jeta pas një seance me mua. Sepse ka ndryshuar trajektoria e jetës tyre, domethënë stili, formula e jetës mbas cilën ata kanë bërë, kështu që kam shumë, edhe jam shumë falendërues për këtë gjë. Bukur, kjo ishte pyetësori, jetë mirë. Shumë faleminderit, shumë. Ju jetoni prej viteve në Francë? Po, është bërë goxha një kohë. Goxha një kohë. Po, thash jam aktiv, jam lëvizje, vazhdimisht në lëvizje, po zyrtarisht jam i vendosur në Francë. Bukur. Klientela juaj është shqiptare më shumë apo e huaj? Pra, sa veta ke punuar deri sot? Kam punu me më shumë evropian, domethënë me më shumë jo shqiptar, po sigurisht se klientelën shqiptare kam më dashur, kam edhe kurse, domethënë që vazhdimisht qëndrojmë bashkë. Energjia me shqiptar është komplet ndryshe. Bukur shumë. Jetmir Sefa, unë po të falenderoj për arsye minutazhe. Do na vish përsëri herë tjera. Absolutisht. Se pas kemi muhabet për të bërë bashkë. Me shumë kënaqësi. E kështu që mos na u largo se do jesh pjesë e jona tash mbrapa, kemi nevojë për ty. Fakti që e përjetova diçka më ndryshe se era të tjera. Shumë mirë. E ke derën e hapur të hapi kopit Chelsea, sa herë dush marr në studion ton. Mirë se vjen. Shumë faleminderit. Nëse keni mesazh për ta dhënë për shikuesit, kujdesuni për veten, kërkoni zgjidhje, absolutisht çdo problem ka zgjidhje nëse e kërkojmë, por nëse mbyllim me sigurisht se çdo derë mbetet i mbyllur. Shumë faleminderit të përcjellën me duar trokitjen, big up nga DJ-jon dhe shihemi herë tjera. Me shumë kënaqësi. Shumë respekt, faleminderit.